Nëse pini ujë me limon para buke për një javë, nuk do ta besoni çfarë i ndodh trupit tuaj. Limoni është një frut shumë i mirë kurativ i familjes së agrumeve, madje më i pëlqyeri ndërta, për vlerat e shumëfishta që i ofron organizmit dhe jo vetëm. Rritet gjërësisht në zonat bregëtare, përmbehet kryesisht nga acidi citrik dhe aksorbik, dhe është mjaft me vlera të shumta ushqyese siç mund të jenë vitamina C, vitamina B1, B2, karoteni dhe gjithashtu 89% e tij është ujë, 0,4% protein, 0,38% yndyrë deri në 10% karbohidrata e kripra minerale e të tjera. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Limoni përbëhet mjaft mirë edhe si një zgjidhje shumë e mirë ushqyese kundër një sër komplikacionesh. Ai mund të përdoret edhe si frut edhe si lëng. Është freskues dhe kurues në të njëjtën kohë. Është i mirë gjithashtu në uljen e temperaturës, lehtëson në dhimbje të ndryshme të kokës, migrenës, gingivitin dhe problemet e organeve të frymëmarrjes dhe atyre të rrugëve urinare. Gjithashtu është mjaft i mirë për organizmin tuaj për sa kohë konsumohet brenda normës së lejuar. Lëngu i limonit ka gjetur përdorime të mira si freskues edhe në prodhimin e limonadave dhe ëmbëlsirave të ndryshme, në përgatitjen e aromave të shijshme të ushqimeve të tjera. Limoni i përzier me sheqer mbron shëndetin, stimulon dhe përdoret me sukses në eliminimin e organizmit të kriprave të kristalizuara në të. Pirja e lëngut të tij parandalon edhe të vjellat. Për qëllime mjekësore përdoret edhe lëkura e tij, e cila qërohet nga pjesa e bardhë sfungjerore. Thahet më pas me kujdes në stufë në temperaturë të paktën 40 gradë dhe më pas përdoret edhe për përgatitjen e recetave të ndryshme dhe lehtësimin më të mirë të organizmit. Gjithashtu ka gjetur përdorime të mira praktike edhe lulja e limonit. Dhe gjithashtu, limoni mund të jetë një mburojë e organizmit tuaj kundër problemeve gripale. Për këtë recetë përdoret edhe përbërja e limonit. Merrni një kokër limon dhe shtrydhni lëngun e saj në një gotë. Ajo pihet menjëherë e ngrohtë dhe mund të konsumohet 2 ose 3 herë gjatë ditës para buke. Mund ta përdorni limonin edhe kundër acarimit të bajameve. Limoni ka gjetur përdorime të gjëra kundër acarimit ose qelbëzimit të bajameve. Në këtë rast këshillohet të merret një kokër limoni në madhësi mesatare. Ajo pritet në mes në drejtim të gjërësisë dhe të dyja gjysmat e saj vendosen në një pjatë mbi zjarr derisa të ngrohet lëngu. Pastaj të dyja gjysmat pas janë ngrohur vendosen direkt te bajamet, lidhen me një fashë dhe lihen aty derisa të ftohen. Ky veprim përsëritet 2 ose 3 herë ditë me radhë para gjumit. Limoni është i mirë gjithashtu edhe kundër problemeve me mëlçin. Për 20 deri në 30 ditë me radhë çdo mëngjes, një orë para buke, pihet lëngu i një kokre limoni së bashku me një lugë gjedhe vaj ulliri dhe një lugë gjedhe me mjaltë. Këshilla e përmendur jep rezultate të mira edhe kundër problemeve të verdhëzës në organizmin e dobësuar. Limoni është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese gjithashtu edhe kundër komplikacioneve të reumatizmës. Merrni 2 kokra limoni dhe pa hequr lëkurën e grini në rende. Masën e përzieni me 1 deri në 2 lugë gjedhe kafe me ngjyrë dhe gjithashtu e hidhni atë në një gotë. Ky veprim mund të lehtësojë edhe shqetësimet tuaja derisa të merrni trajtimin e specializuar. Mund të lehtësoni gjithashtu edhe problemet e gurëve në veshka edhe problemet e fshikjes urinare. Lëngu i limonit përdoret kundër problemit të gurëve në veshka dhe në fshikjen urinare. Për këtë qëllim duhet të konsumohen 2 deri në 4 kokra limon çdo ditë të tretura në një shishe me ujë. Gjithashtu limoni është një aleat i organizmit tuaj edhe kundër mjegullimit të syve. Lëngu i 2 deri në 4 kokra limoni shtrydhet në një gjysmë litri ujë. Uji është mirë të zihet përpara se të hidhet lëngu i limonit. Me këtë përfitim do të merrni edhe elementet ushqyes të vitaminave që përmban limoni, të afta për të përmirësuar organizmin tuaj dhe jo vetëm. Lëngu i limonit mund të përdoret gjithashtu për të lehtësuar frymëmarrjet e vështirësuara. Shtrydhni lëngun e 2 deri në 3 limonave dhe i shtoni një lugë krip të imët. Masën e tundni derisa të shkumojë.
Pastaj kësaj tretësire i shtohet edhe në një gotë me ujë dhe konsumohet. Kjo do të ndihmojë edhe kundër problemeve dhe pengesave të cilat mund të krijojë në tretje në ushqim. Limoni është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona të cilët kanë edhe luhatje në tensionit të lartë. Në mëngjes, esëll, konsumohet një gotë me limon të tretur në të. E përgatisni lëngun e një kokre limoni. Është mirë që ta konsumoni gjatë gjithë ditës në vend të ujit të konsumoni ujë me limon edhe në mënyrë që tensioni të normalizohet. Por nëse keni tension të ulët, këshillohet të mos përdoret ky trajtim. Gjithashtu, nëse vuani nga urinimi pa kontrolluar gjatë natës, uji me limon mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese në rastin tuaj. Shtrydhni gjysmë kilogrami limon, lëngun e përfituar, hidhni lëvozhgat e 5 kokrave vezë të pastruara mirë. Kjo mund të përdoret gjithmonë me mbikëqyrjen e një eksperti për të lehtësuar kështu edhe komplikacionet gjatë ditës. Nëse keni pezmatime nervore, atëherë limoni mund të jetë një agrume shumë e mirë në rastin tuaj. Lëngun e një limonit i shtoni pa krip. Në këtë tretësirë të njomni leckat e pastra, i vendosni në nervin e pezmatuar dhe lidhni me fasha pambuku. Nervin e pezmatuar gjithashtu duhet ta masazhoni vazhdimisht për të lehtësuar shqetësimet. Uji me limon nuk ka përse të pihet vetëm në mëngjes sipas ekspertëve të ushqyerjes së shëndetshme. Uji është i dobishëm për çdo qelizë të trupit dhe ka efekte pastruese për organizmin. Nëse pasuroni lëngun e limonit, uji do të ketë edhe më shumë alkalin, që do të thotë se sistemi i tretës do të përfitojë më shumë prej vlerave të shumta të tij. Limoni nxit çlirimin e bikarbonatit të sodiumit në zorrën e vogël duke nxitur edhe tretjen. Uji me limon ju mban të hidratuar dhe përmirëson funksionin e muskujve dhe tretjen. Ahtësia e limonit nxit edhe prodhimin e lëngjeve tretse dhe qarkullimin e tyre. Limoni ka një shije të mirë, por janë edhe një burim i shkëlqyer i vitaminës C, polifenoleve, antioksidantëve e të tjera. Për më tepër, antioksidantët lehtësojnë organizmin nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Pirja e ujit me limon në mëngjes jep trupit antioksidantët e nevojshëm për rigjallërimin e lëkurës dhe freskinë e saj. Uji me limon bën mirë në çdo organ dhe mëngjesi ka më shumë rëndësi edhe më shumë sepse uji me limon do të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për ju. Pirja e një gote me ujë në mëngjes ka efekte hidratuese pas një nate në gjumë dhe zbut urinë. Ekspertët thonë se trupi në mëngjes është tërësisht i dehidratuar. Duke nisur ditën me një gotë me ujë me limon, trupi furnizohet me ushqyesit e nevojshëm që e pastrojnë dhe hidratojnë atë që në fillim. Nëse i zvendësoni pije të ëmbëlsuara ose ato me kafeinë me ujë me limon, atëherë do të përfitoni më pak kalori dhe më shumë ushqyes të dobishëm. Kjo është një strategji fitimprurse për trupin, gjithashtu edhe për organizmin tuaj. Ndoshta nuk e keni ditur, por uji me limon të bën mirë në çdo orar të ditës. Pavarësisht darka ka më shumë rëndësi. Pirja e një gote me ujë me limon në darkë ka efekte hidratuese për trupin, kur ai është duke punuar edhe në gjysmë qetësi duke zbutur urinë. Sipas WebMed, ekspertët thonë se trupi në darkë dehidratohet kur ne flem. Duke pirë një gotë me ujë me limon, trupi furnizohet me ushqyesit e nevojshëm që pastrojnë dhe hidratojnë atë që në fillim të ditës. Hidratimi është shumë i rëndësishëm për shëndetin. Njeriu humbet shumë lëngje çdo ditë edhe nëpërmjet frymëmarrjes, dukuri që ul nivelet e përmbajtjes ujore në organizëm. Kur organizmi është i hidratuar, atëherë është më energjik dhe në organet do të jenë më fortë. Nëse i zvendësoni pijet dhe ëmbëlsuesit e tjerë ose kafeinën me ujin me limon, atëherë do të përfitoni më pak kalori gjatë ditës dhe do të keni gjithashtu vlera më të larta ushqyese në dobi të organizmit. Kjo është një strategji shumë e mirë për të gjithë ata persona që duan të kenë një organizëm më të fortë dhe gjithashtu një shëndet më të mirë. Pirja e ujit me limon në dietën tuaj të përgjithshme mund të jetë një mburojë e çmuar e organizmit, sidomos në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Sigurohuni që nëse keni acarime të shëndetit ose merrni medikamente të caktuara, përpara përdorimit të konsultoheni gjithmonë me mjekun tuaj, në mënyrë që të evitoni edhe kundërindikimet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet, ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.